أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال وبعد Vëllezër të nderuar, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. I lutemi Allahut fuqiplot që ibadetin që do ta bëjmë në këtë ditë, ai të e pranon prej nesh inshallah. Këtë ditë të dalluar nga java dhe në kohën më të dalluar afër Ramazanit, Allahu inshallah e bën fest që në bën neve të përgatitur për festën më të madhe që jemi duke pritur. Dhe festa më e madhe e vitit që jemi në prag të saj është festa e Ramazanit, apo momente që Allahu xhaleshanu i shpërblen veprat e muslimanëve me shpërblime më të mëdha dhe i dallon shpërblimet e tij nga shpërblimet e tjera të zakonshme të menzavitit që ndodhin. Dhe besoj se do t'jemi qartë inshallah në ligjëratën time, që unë dua të flas sot në lidhje me një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilin e lexova pasi që e lexova edhe ajetin kuranor. Hadithi ishte se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar nga Allahu xhaleshanu që ai të i përsos virtytet e moralit dhe të jetë një shembulltyr më e dalluar në shoqërinë në të cilën jeton, dhe ai ishte i tillë. Ndërsa këshilla Muhamedi alayhi salatu wassalam do të ishte që ne të marrim shembull nga ai, çfarë morali kishte ai në shoqëri dhe ne si muslimanë si duhet të jemi. Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar që ajeti që lexova ishte porosia hyjnore që ne të jetojmë si muslimanë dhe të vdesim si muslimanë. Allahu gjithmonë dëshiron prej neve që jeta jonë të jetë e bazuar, e sistemuar, që të jetë e zhvilluar praktikisht, që ai të vdes në fund të jetës së tij duke dorëzuar emanetin e Allahut, duke thënë la ilaha illallah, të vdesni si musliman inshallah, Allahu na jap nasib. Ndërsa hadithi që do të lexoj dhe do të mundohem të sqaroj me këtë ligjërat, është hadith i shkurtër në fjalë, por është i gjerë, shumë i gjerë në kuptimin e tij. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Mathalul mu'mini kamathalil jasadil wahidi idha ishtaka min 'udwin tada'a lahu sa'irul a'da'i bis-sahri wal-hamma." Shembulli i muslimanit i ngjan shembullit të trupit të njeriut, që nëse njeriut një pjesë, një gjymtyr e tij angon diçka, është e sëmurë për diçka, mundohet nga diçka, ka të një problem, ka të një dhimbje, ka të një sëmundje, i tërë trupi i tij ka sëmundje, sa që ai tërë natën e tij e kalon duke gjemuar dhe duke u ankuar, duke pas dhënie dhe mërzije të shpim, sepse ai ka ndoshta temperaturë të brendshme dhe të jashtme. Ai është i lodhur nga dhënia e pjesës së trupit të tij. E ky hadith, nëse e marrim ne për ta bërë të qartë dhe të jetë i qartë në jetën tonë, duhet të mendojmë ne, nëse një njeri afër nesh, qoftë i afër apo i largët, një njeri nga mesi jonë, nga familja jonë dhe familja në kontekst islam është familja e muslimanëve.
pa morë parasysh, ai ndoshta është larg në aspektin gjeografik, ndoshta është larg në aspektin fizik, por ai në shoqërinë tonë që është e bazuar në lidhje shoqëria jonë me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, është një pjesë e trupit tonë. Që nga ky hadith do të marrni mësim duke thënë, neve Islami na mëson për bamirësi, Islami neve na mëson për solidaritet, Islami neve na mëson për unitet, Islami neve na mëson për humanitet, Islami neve na mëson për sinqeritet, Islami neve na mëson që të jemi të bashkuar. Thjesht Islami, dini Allahu, feja hyjnore, parimet Islame në përgjithësi të dalura nga Kurani famëlar, të sqaruara nga hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, janë parime dhe sisteme që e bashkojnë një shoqëri me një qëllim të caktuar. E bashkojnë një shoqëri me një qëllim të caktuar. E ai qëllim është që ne të jemi bamirës, që ne të jemi të solidarizuar, që ne të jemi të unifikuar në mendime, që ne të jemi të sistemuar në jetën që Allahu xhaleshahu është i pajtuar në veprat tona. Allahu është i kënaqur me punët tona. Allahu pajtohet në atë që ne bëjmë për të, nga i neve në shpërblim me të. Duke mos ngarkuar shumë nga hadithi, Methelul mu'mini kemethelil gjesedil wahid. Shembulli i muslimanit është shembulli i trupit të njeriu. Thjesht do të mendojmë se i tërë trupi islam në botë është një. E tërë popullata e cila thot la ilaha illallah është një. Çdo musliman, qoftë nga veri ne ku jetojmë apo nga veri që ne nuk kemi shkuar, po vetëm e dim se janë muslimanë atje, do të dim dëshpërimin tonë, do të dim mërzinë tonë, se dikush i ka një problem, e të njëjtin problem unë do ta ndaj me të me dije që mundem të i ndaj. Sikur që e di njeriu i cili e ka ndoshta gishtin e sëmurë të tij, por ai nuk është i qetë, do të ka rrugën e tij të kërkon do të kërkon shërim. Ndoshta i dhem këmba atij, ai do të kërkon shërim. I dhem dora atij, ai do të kërkon shërim. E pse kërkon shërim për trupin e tij kur e di se vetëm dora e tij ka dhënie? Por nëse dora e muslimanit ka dhënie, nëse krahu i muslimanit ka dhënie, nëse këmba e tij ka dhënie, i tërë trupi i tij është i shqetësuar. E kështu duhet të jenë muslimanët në përgjithësi. Vëllezër, në prag e kemi festën më të madhe të Ramazanit, që besoj se hoxha juaj do t'ju pasurojnë me ligjëratat e tia të përreqeshme në Ramazan dhe para Ramazan dhe pas Ramazanit. Por, unë sot si misafir para jush, që e falenderoj këshillën iniciativë, falenderoj dhe hoxhën i cili ka pranuar që ju të jem para jush, dhe ju falenderoj dhe juve që shprehni për këshpëri që unë të jem ligjërues dhe misafir kalendarë. Të i vetëm në disa fjali se si ne duhet të presim, si duhet ne të jemi në prag të pritjes të festës më të madhe të vitit që është Ramazani. Bamirësia duhet të jetë karakteristik me të cilën dallohet muslimani me të. Solidariteti të jetë cilësia e muslimanit me të cilën ai jeton. E këto duhet të bashkuar apo duhet të jetë të ndara si ne të i kuptojmë atë. Allahu xhaleshahu në Kur'anin famëlar thotë: fjala e parë, elhamdulillahi rabbil alamin. Kur themi fjala e parë, fjalia e parë që ne gjithmonë me të krenojmë dhe në të shprehim falënderim Allahut. E falenderojmë Allahun Zotin e botrave. Vallë, ne kur e falenderojmë Allahun Zotin e botrave, menjëherë duhet të kuptojmë se Allahu është ai pamirësi krijesor në jetën tonë, në mendjen tonë, në shpirtin tonë. Dhe ti o njeri, i cili don ti tregosh Allahut tënd robëri, ke kujdes se ke një gjashmëri me bamirësinë tënde që ja shpreh Allahu xhaleshahu në krijimtarinë e tij që e ka bërë për ty. Të dallohesh me të si e krijesë që Allahu kërkon prej teje, të e bosh këtë cilësi
të e bësh këtë bamirësi të tregosh se je dot para krijuesit absolut. Por ke bamirësi në mes të krijesave tjera që Allahu i ka krijuar ata. O njeri, i do t'je në këtë tokë, i do t'je në këtë botë, fundi yt ka me qenë me një shërbim shumë të lehtë nga krijesa tjera, çka ato do të bëjnë bamirësi në ty, duke më të marrë ty dhe me të çuar deri te varret. Ke kujdes, bamirësia yte lidhet me bamirësinë e njerëzve të tjerë, çka ato ti do të tregojnë në varr. Subhanallah. Nderi yt, çka ke bëu do ta bësh për një gjallë. Do ta bëjnë të tjerët kur do të marrin ti me të çuar deri te varret. Subhanallah. Ndena është dhe kjo, edhe kjo është bamirësi, por atë kanë thënë dietarët. Habitëm prej krijesës njerëzore e cila krijimi i tij, njeriu si njeri, krijimi i tij është nga një pikë uji të hedhur. Allahu e ka caktuar natyrshmërinë e krijimit të tij në këtë formë. Fundi i tij, fundi i jetës së njeriu është përsëri një mbeturim mbi tokë që nuk ka të drejtë të ngel mbi tokë, por ajo të hedhë dhe të hihet në tokë. Habitët në atë njeri, i cili ishte i krijuar me një pikë uji të hedhur, ajo do të bëhet e hedhur në varr, në tokë, çka mbi të do të hedhën dhe do të habitëm në të, e cila ajo në barkun e saj, në barkun e tij si krijesë, ka barkur atë që është e fliqur. E kjo është njeriu, vëllezër të nderuar, që ai duhet të jetë pamirës, të jetë respektues, të jetë mëshirues, të jetë mëshirbërës, mos të bëhet mëshirbërës se Allahu, po të jetë mëshirues, se Allahu është mëshirbërës. Ai të ketë një mëshirë ndaj foshnjës të vogël, ndaj njeriu të rritur, më në fund, pamirësinë tënde që e ke bërë ti dhe të tjerë, dije se të tjerët e bëjnë për ty, kur të marrin dhe të dërgojnë në varreza. Të hapin një varr, aq sa e ke masinë tënde normale, të hedhin mbi ty dhe në fund kanë urda prej teje. Kush qanë se është i hapur i yt, kush mërzitet se ka qenë shoku i yt, kush do të thotë fjalë të mira, kush do të thotë fjalë të këqija. Zoti na ruaj, por njeriu të vdekur i hinë në tokë dhe i hedhën mbi të dhe ai borroset me të dhe largohen njerëzit prej varrit të tij duke qenë në stadion të dytë apo të liga. Por ne duhet të jemi ata njerëz që ne kur kemi jetuar të jemi një trup. A jeti ai njeriu i cili mendon të ndajë një pjesë të trupit tënd dhe duke thënë se nuk më duhet mua kjo, kështu duhesh të jesh, të jetosh në këtë jetë, çka njerëzit e tjerë kur të ndahesh ti prej tyre, mos të kenë dëshirë të ndajë një pjesë nga trupi i tyre. I njëj, çka ti nuk don të ndash as dorën, e as syrin, as veshën, as këmbën nga trupi yt, ashtu të jetosh, ashtu të veprosh, çka njerëzit e tu, njerëzit për afër teje, rreth teje që kanë qenë, kur do ndahesh me vdekje, të mendoj se u ndan nga trupi jon një pjesë e trupit tonë. Për me thanë këtë fjali, duhet të punosh më herët nuk e qenë gjallë. A ke qenë ti që si e ke ndjerë vetëm një pjesë të trupit të përgjithshëm që i thojnë musliman. Jo muslimanët, por të thojnë musliman. E muslimani është një trup. E formon pjesën e trupit tim, vallahu im që është larg. E formon pjesën e trupit tim, vallahu im që është afër. E formon pjesën e trupit tim, familja ime afër, shoqëria ime afër. Thjesht ne jemi një trup. E hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte kisha u mundova të e bëjnë një sjalit të shkurtër, se trupi i muslimanit është një, nuk ndahet, si në dhimbje, si në solidaritet, si në mëshirë, si në gëzim, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk mundet me qenë musliman i mirë, ai që nuk dëshiron për Allahun e tij të njëjtin që dëshiron për vetën. E ne, kur mendojmë të dëshirojmë diçka për Allahun tonë, të njëjtën të mendosh që të dëshirosh për vetën. Nëse mendon të kundërtën, do ti të jesh xheneti,
të fitojsh xhenetin e Allahut, don ti të fitojsh të mirat e Allahut, nëse je ai musliman i cili e ke atë bindje dhe e ke atë iman, që të njëjtën e dëshiron për Allahun tënd, atëherë ti je musliman me iman të plotësuar. Se Muhamedi alayhi salatu wasalam tha për të vërejt, për të kuptuar se ke iman të mirë, ke iman të përsosur, a do për Allahun tënd të njëjtën që do për vetën. Valë, këtë pyetje hoxha nuk ka të drejtë apo xhamati. Por secili musliman ja ka këtë pyetje vetës. A janë mund ai që të njëjtën që dua për vetën të dëshiroj për të tjerët. Thjesht a do që Allahu ty me t'i falë mëkatet, lutu për Allahun tënd të falësh mëkatet. Thjesht kemi parim vetar, kemi sistem të jetës tonë. Shiko, çka don të kesh një të mirë për vetën, shiko e qenë atë të Allahu yt. Do që Allahu të lëshon të ditë të xhama, të jetë e mirë me familjen time, të jetën dëshiroj në familjen e Allahut tënd. Do që të kesh një shëndet të mirë, të jetën dëshiroj për Allahun tënd musliman. Do të kesh pasuri, të jetën të dëshiroj për Allahun tënd. Do të fitosh xhenetin pas vdekjes tënde, të jetën dëshiroj për Allahun tënd. Do të vdesësh duke thënë la ilaha illallah, të jetën dëshiroj për Allahun tënd. Fjalë ajo që ne përbëjmë një trup të pandar. Muslimani me fejën e tij, me deklaratën e tij që ka thënë la ilaha illallah, është trup i pandar. Nuk ndahet trupi muslimanit asnjëherë. E solidariteti i cili kërkohet tani, ne të solidarizohemi. Edhe pse fjala të solidarizohemi ne, do të është fjalë apo emër i dëgjuar nga mesi jonë nga disa instanca politike të jashtme, shoqata e filan grupi dhe grupacioni i cili bëjnë solidarizimin e tyre dhe ata janë të solidarizuar ashtu me atë mendimin e tyre të bashkuar si një grup kantarësh që japin kontributin e tyre dhe të marrë dhe të fituarat e asaj kampanje të dhuruara për një grup jetimash në botë. Vëllezër, këto janë të thata. Ndërsa Islami e ka në parim jetën e tij, duke thonë fjalën e parë, elhamdulillah. Para asaj thot bismillah. Fjala bismillah, ar-Rahmanir-Rahim, në emrin e Allahut, pëmirësit. Apo Allahu është pëmirës dhe ai don përmirësinë. Dhe ty të mëson që të jesh solidar me atë fjalën e parë që ke thonë elhamdulillahi rabbil alamin. E falenderoj Allahun Zotin e botrave, ama unë kur e thon bismillah dhe e thon elhamdulillahi, nuk e thon vetëm për një kohë të caktuar, vetëm për një angazhim, për një organizim kalimtar, vetëm për një kohë të caktuar. Këtë e bëjmë për të jetima, këtë e bëjmë për të vargurit dhe këtë e bëjmë për të një grup të njerëz të caktuar. Muslimani është gjithmonë i njëjtë. Në Ramazan këto shpërblimet janë më të mëdha. Tani kërkesa ime si një ligjërat shumë e shkurtër. Të ndalmi prej xhamaja apo nga misafiri që kemi fituar inshallah di fjali. Muslimani duhet të ndihmë muslimanin tjetër një pjesë të trupit të tij në dhënje dhe mëshirë. Muslimani duhet të ndihmë muslimanin tjetër ashtu siç dëshiron të ketë ndonjë mëshirë për vetën, të njëjtën të dëshiron për tjetrin. Po vjen Ramazani, të jemi të përgatitur. Së paku dhe fillimisht me lutjet tona drejtuar Allahu xhaleshanu që Ramazanin ne të presim me shëndet të mirë. Së paku me lutjet tona që ne Ramazanin të presim me një qëllim të mirë. Së paku që ne Ramazanin të presim me vepra të mira e në fund Ramazanin neve të na mbaron me lutjet e Allahu drejtuar ne tek ai që ai të na i pranon ibadetin që e bëjmë. Ibadeti i përgjithshëm që bëhet në Ramazan është ai ibadet i cili ti e ke ndier në shpirt. Atë do të jetosh në të dhe do ta ndihesh inshallah fund të shpërblimit. A shpërblimi i Allahut në Ramazan është që Allahu ja mëson muslimanit të takohet me të ashtu siç do robi i tij. Në fund një porosi e përgjithshme
Fjala Islam nga shkën në vete kuptim të fjalës paq. Valla musliman, nëse ty dhe unë së bashku nuk jemi në ndjenjë të e pasqyrojmë kuptimin e fjalës paq, dije se ti e ke shëmtuar emrin tënd si musliman. E përsëris fjalën. Nëse ti dhe unë nuk jemi në gjendje të e pasqyrojmë para tjerëve njerëzve fjalën paq, kuptimin e fjalës paq, në fillimisht në vetën dije se ti e ke shëmtuar emrin e fjalës musliman, emrin tënd si musliman. A Islami asgjë si ke bërë, se Islami është i njëjtë. Islami ka paq, Islami ka bamirësi, Islami ka solidaritet, Islami ka sinqeritet, Islami ka gjitha kuptimet e të mira që janë, Islami ka në të si fe. Ndërsa ti si musliman e ke shëmtuar emrin tënd. Ne duhet të jetojmë sipas parimit kuranor, ku thot Allahu xhaleshanu po Muhammed alayhi salatu wasalam, wa innaka la ala khuluqin azim. Allahu i drejtohet Muhammed alayhi salatu wasalam duke i thënë: ti je në një moral të lartë. Nuk i tha Allahu Muhammed alayhi salam se ti ke moral të mirë. Nuk i tha Allahu Muhammed alayhi salatu wasalam se ti e ke moralin e lartë. Por Allahu i tha Muhammed alayhi salam se ti je në moral të lartë. Ka dallim dy fjalit e para me këtë të fundit. Sikur të kishte thënë Allahu Muhammed alayhi salam se ti e ke moralin e lartë, do të ishte cilësi e fituar më vonë. Sikur të kishte thënë Allahu Muhammed alayhi salatu wasalam se ti e ke moralin e lartë, do të ishte po ashtu e fituar më vonë nga familja e tij e edukuar. Por Allahu i tha atij, ti je në moral të lartë, se morali e ka cilësinë e vet, për mbarë kushtin në të. E Islami e ka moralin e tij, Islami e ka bamirësinë, Islami e ka solidaritetin, Islami e ka qetësinë, Islami e ka sinqeritetin, mbarë kushtin në të. E ne jemi duke bërë lutje: o Zot, na i mundëso që ne të jemi në atë që Allahu e kërkon. Ne të jemi në atë që Allahu e kërkon. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte në moralin e lartë që Allahu xhaleshanu ja mundsoi atij, e ne bëjmë dua që edhe ne të ne mundson të kemi moral, se ne nuk jemi në të, por të kemi moral të lartë, sepse ne këtë e fitojmë. Ndërsa Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte i edukuar nga ana e Allahut, jo që e kishte fituar nga ana e familjes së tij. E lutim Allahun xhaleshanu që këtë ditë të bekuar të e bëm të dalluar me veprimet tona që i bëjmë, me lutjet tona që Allahu t'ia drejtojmë, me çdo ibadet që i bëjmë. Allahu xhaleshanu neve të na vlerëson, të na nderon, të na respekton, të na unifikon, të na dashuron dhe në fund të na mëshiron dhe falet dhe mëkatet tona inshallah të na fal. Vëllezër të nderuar, në prag të Ramazanit mos i harroni jetimat, mos i harroni vendet ku ne kemi nevojë të i destinojmë ndihmat tona. Mos i harroni se ka njerëz në Ramazanin e presin me mërzi, ka njerëz Ramazanin e presin me gëzim, ka njerëz Ramazanin e presin ndoshta edhe me dëshpërim, sepse ka njerëz që nuk e duan. Ka njerëz që menzi e presit të afrohet. Ka njerëz që frikohet sepse nuk di si të agjeron, me çka të qenë iftar, me çka të e ban sefirin, si do të kalon natën, si do të kalon ditën. E ne të bëjmë lutje që Allahu xhaleshanu të na i mundëson neve të jemi bamirës në Ramazan, të jemi që ne të i mendojmë jetimat, që ne të i mendojmë vendet ku duhet mi destinuar. E ju si fshat këndo, mos të harroni, e keni në shpinë, e keni në sy, e keni në krah, e keni përballë me ndrese që atje i drejtoni ndihmat tuaja, i drejtoni atje në ato vendet më të dalluara që keni mundësi për me gjetë vendit që atje flen ndihma juaj. Por, mos e mendoni vetëm atë të fundit, sepse ato që janë obligative, zeqati,
ato që janë sadakatul fitr, ato janë obligative dhe janë rutinore për muslimanin. Por mendoni jashtë asaj se një musliman i cili mezi e pret kohën që t'i vjen me dhanë zekatin, një musliman i cili mezi e pret kohën me dhanë sadakatul fitrin, ai musliman është sezonal në aspektin islam, sepse zekati dhe sadakatul fitri janë gjëra që janë obligative, por muslimani duhet të mendon atë që është ditore dhe javore e përhershme se ajo duhet të ndihmohet. Nuk duhet nana për 8 marsin, nuk respektohet baba kur është i smut, nuk respektohet i vdekurit ditën e Bajramit, por gjithmonë të mendohet mënyrë permanente të përhershme se ai ka nevojë të kërkon ndihmën time dhe unë jam pranë atij që ai kërkon ndihmën time. E unë do të jem ai që do ta ndihmoj atë që e meriton. Allahu xhaleshanu na i mundëson që ne veprat tona në fund t'i japim me vullën kënore që Allahu të thotë ja pranova ibadetet tuaja. Allahu na i pranon ibadetet tona në përgjithësi.